Unë besoj paqartësit institucionale janë dominante. 70% nëse i merë, pse po e them këte, e ma pak kë faktori ty, pse po e them këte? Sepse kërkesat që i qënë presidenca, qeveria dhe kuvanit që i kanë qunë për çështjet ndryshme përfshirë këto të fundit që shumë, janë të tmerrsisht të jo profesionalisht, të pabesueshme. Do të thotë për kërkesat presidencës ti sheh aty që kërkojnë interpretime kushtetuese prej ma absurdeve që në qarta në tekstin e kushtetutës. Po ashtu në qeveri ti ke pas edhe të kalumën edhe tash me përjashtime të rralla kërkesa ma absurde do të më shku direkt zgjedhjen e si kujtohet 2021-ën. Mbrana një cikli zgjedhor, çdo gjykata me ndërhy, ose vitin e kaluar konstituimit kuvendit. Ishin qarta në gjykimet që është bëhat, kanë qenë prej 2014, insistimi jo që ku po thot një paragraf atje, votimi është do të me konë votimi më shef, që ishte total, ja çdo praktike kushtetuese, do të thot. Si vjet, ka qenë fare e qartë që kuvendi nuk mund shpërndar sistem parlamentar nga presidenti i Republikës. Është absurdi, i absurdeve, presidenti i Republikës që zgjedhet pe kuvendi, i cili është përfaqësues si sublim i popullit, i sovranit, sepse ka dy funksione, edhe legislative dhe kushtetues, ti më shpërndar në mënyrë arbitrare.